shkatëror gjithë jetën time për t'i festuar në fshat. Tu kam mbyll 1 hektar vreshtari. Kur vin muhabeti ai pretujt lart, më thanë krahas, se unë aty kam atë, me ato i mbaj fëmijët. Punoj të çes diçka në qytet, jetoj në fshat. Atë po pranoj, duhet paktën të lidhin ujin nga aty ku shkputet uji, ta lënë timonin për të dalë ujin në fshat, vaditi i fshatit, dhe ata që marrin blejtori, dhe ata që mbillin bujqësinë, duhet ujë. Edhe xhadja, gjë e dytë. Ujtiku, domethënë që nuk ka qatë ti dhe bëjnë katë hidrocentral deri hyn poshtë din mast. Ne duhet të bëhet rrugat faktit, që këta tanë që kanë ikur jashtë në shtetet të vinë njëherë për mallë, se i thonë Lënia ka qenë me shkollë mesatare. Këto duam ne. Po dhe varrezat i kanë shkatëruar. Edhe të shtëpia kanë vajtur. Gjithë ky shkatërim që është bërë, këtu në fshatin tonë, të paktën 3 hidrocentrale, mos vetin rrugë është krim. Kur i thash për streti që po ngërmojnë varrezan, kur të dalin gufom ata herë hajde tha. Këtë përgjigje më ka dhënë Kryetari i Bashkisë. Nuk kemi asnjë shërbim shëndetësor. Fare. Nuk pyet njëri për ne hiç këtu. Edhe po t'jem për votat, nëse s'kemi nevojë për votat tuaja. Aq jini juve. Sa shpesh. Mundohemi, mund vip njërë në 6 muaj, njërë në vit. Si pas mundësive, se rruga është skandal. Është i gjë që nuk di ta shpreh me fjalë. Vetëm gënjeshtra, vetëm vjedhje, 35 vjet këtu, s'është bërë asnjë gjë. Kjo është 22 km rrugë. Sikur nga 400 metra të bëhen vit, kjo do ishte bërë, që është i gjë që e papërfillshme. Kam premtuar asfaltimin e rrugës. Fillimisht ku kanë ardhur. Do bëjmë rrugët e lagjeve, do bëjmë ndriçimin e lagjeve, do ju sillim ujin e pishëm, do lëm ujin e vaditjes. Kam marrë vetëm premtime gojarisht. Minuta.